Dolce u ndal në vend sa po i pa. Nuk ishte diçka që e kërkoj me sy, thjesht ndodhi. Edi dhe Bia ishin të shtrënguar fort pas njëri tjetrit, aq afër sa dukej sikur gjithçka përreth ishte zhdukur. Bia i kishte hedhur krahët rreth qafës, e mbante fort dhe i afronte fytyrën pranë tij, duke i dhënë një puthje të lehtë në qafë. Pastaj u ul në prehrin e tij, e sigurt, pa hezitim, sikur ajo afërsi ishte gjëja më normale në botë. Edi nuk u tërhoq. Qëndroi aty i qetë, duke e mbajtur pranë. Ishte një pamje që fliste vetë, pa fjalë. Dolce ndjeu një shtrëngim në kraharor. Zemra i u rrah më shpejt dhe stomaku i u lidh. Nuk ishte thjesht xhelozi, ishte ndjesia e të qenit jashtë. E padukshme, sikur dikush po i tregonte hapur se ajo nuk ishte më pjesë e asaj afërsie. Pak më larg, arditi i shite të gjithë. Sytë e tij lëviznin nga Edi te Bia, pastaj ndaleshin te Dolce. Ai e vuri re menjëherë ndryshimin tek ajo. Buzëqeshja e saj ishte zhdukur. Qëndrimi i trupit ishte ngurtësuar. Duart i kishte shtrënguar pa e kuptuar. Dolce nuk foli. Vetëm shikonte. Çdo prekje mes tyre i dukej më e rëndë se sa ishte në të vërtetë. Çdo e qeshur e Edit i tingëllonte si një goditje e vogël. Mendimet i vërshuan njëri pas tjetrit. Po unë? Ku jam unë në këtë histori? Ajo u përpoq të mbante veten. Nuk donte të dukej e dobët, as dramatike. Por ndjenjat nuk pyeten. Ato vinë kur nuk i thërret dhe qëndrojnë edhe kur do t'i largosh. Arditi ju afrua pak. Je mirë? E pyeti me zë të ulët. Dolce tunte kokën lehtë, por sytë e saj nuk gënjenin. Po, tha, por ishte një po bosh. Ndërkohë, Bia vazhdonte të rrinte pranë Edit, e sigurt në afërsinë e saj. Edi duke i rehat, i pa përfshirë në stuj mendimesh që po kalonte pak metra larg tij. Dolce ndjeu xhelozin t'i rritej ngadalë, si një zjarr i heshtur. Jo sepse nuk donte që të tjerët të ishin të lumtur, por sepse ajo vetë ndjente diçka që nuk po gjente vend. Një ndjenjë e papërfunduar, e paqartë, që tani po dhemte. Ajo u kthye pak nga arditi dhe mori frym.